Pas daljes së Adionit, zhvillimet në ferma Vep morën një tjetër zhvillim. Një deklarat e ullës drejtuar moderatorës Arbana Osmani ka sjell jo vetëm një valë të madhe reagimesh, por ka vënë në pikpyetje edhe qëndrimin e ullës. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. A do të vijoj ajo të qëndroj në garë, apo do të dalë? Ishte pyetja për të cilën publiku duhet të votonte. Por për Adionin, sjellja dhe reagimi i ullës ishte i gabuar, teksa shtoi se ajo këto ditë ka qenë mjaft e sulmuar brenda fermës. Isha në stres, ajo ka gabuar, por e kam parë që nuk jam unë ai. Nuk e kam hedhur poshtë, sepse edhe unë kam qenë atë stres. E kanë sulmuar këto ditë brenda, tha Adioni. Mbetet të shihet nëse do të vazhdojë lidhja mes Adionit dhe Olës pas daljes së saj nga ferma Vep.